Falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Ate falenderojmë për ti udhëzim dhe falje kërkojmë. Muhammedit alayhi salatu wassalam, selam dhe përshëndetje qojmë shokëve të tij, familjarëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, një nga tregimet më madhështore të cilën Allahu Azza wa Jall na rrethen në Kur'an është tregimi për Karunin. Dhe tregimi për Karunin është një tregim I cili na mëson se pasuria në vetvete nuk është nderim, po ashtu na mëson se varfëria në vetvete nuk është poshtrim. Mirë po nderimi I vërtet është bindja ndaj Allahut, ndërsa poshtrimi I vërtet është mendjemallësia dhe arroganca dhe të larguarit nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Karuni ishte nga Benu Israelit. Ishte njeri I afërm I Musaut alayhi salatu wassalam, të cilët Allahu Azza wa Jall I kishte dhënë pasuritë e madhe, mirë po nuk I kishte dhënë për ulësi. I kishte dhënë pasuri, mirë po si kishte dhënë për ulësi. Dhe këto është problemi. Njeriu mund të fitoj pasuri pa fe, mirë po nuk mund të fitoj lumturi pa fe. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an: "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim." Nuk ka dyshim se Karuni ishte nga populli I Musaut, I cili u tregua mendje madh dhe arrogant ndaj popullit të tij. Ibn Kathiri kur fol për këtë ajet tregon dhe thot se Karuni u bë mendje madh për shkak të pasurisë që kishte. Ishte arrogant ndaj popullit të tij për shkak të pasurisë dhe e pa dhe e vlerësoi veten larg dhe më lart prej të tjerëve. Dhe kjo është nashta aktuale të shumë prej njerëzve të cilët kur Allahu Azza wa Jall ju jep pak pasuni, ju jep pak famë, ju jep pak pozitë, ndryshojnë. Deri dje ishte I mirë dhe të vlerësonte, të respektonte, kur Allahu sot I jep pak diçka nga këtu që I përmena, ndryshon. Nuk të vlerëson më, nuk të respekton më. Deri dje ishte I përullur, sot I këshir dhe I shikon të tjerët me nënçmim. Për këtë shkak selefët të nderuar vëllezër friksoheshin nga pasuria më shumë se sa nga varfëria. Ata nuk ishin të friksuar kur ishin të varfër. Dhe nuk ishin të mërzitur kur ishin të varfër. Kur I hapej dunjaja ata friksoheshin. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, sa herë që I shtohej ushqimi kante. Dhe thoshte Mus'ab ibn Umairi ka qenë më I mirë se unë. Mirë po në momentin e vdekjes ose kur vdeq ai as çefin të mjaftueshëm për trupin e tij s'kan pas. Ndërsa neve na janë hap dyrë të dunjas. Dhe kam frikë se shpërblimi jonë është përshpejtu për neve. Dhe për shkak që janë hap dyrë të dunjas dhe kem bë pasuni, kam tut dhe friksohem se e kena marrë shpërblimin e këtë botë, atje s'kem kur gjë. Karunit Allahu I kishte dhënë pasuri shumë të madhe. Dhe Allah tregon se sa I kishte dhënë pasuri. Thot Allahu në Kur'an: "Wa ataynahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa." Thot ne I kemi dhënë pasuni dhe mirësi sa që qelsat e thesarëve të tij dohet një numër I madh I burrave të fuqishëm për mi bart. Tash më nësh me para mendu kur qelsi I thesarëve, thesarë me pasuni, qelsi që e qelsat thesar, dohet me u paraqit një 4-5 burra ose edhe më shumë të mëdhaj dhe gjigant dhe të fuqishëm për mi bart vetë qelsat. Atëherë mendoje se sa do të me kanë thesari.
Dhe sa du të me konë pasunia. Nuk ka dëshim se pasunia e madhe dhe gjigante. Në vend se kjo pasuni Karunin me e përull, në vend se kjo pasuni me e ba më të mirë, edhe me afru të Allahu, kjo pasuni u bo shkak që ky njeri të bëhet arrogant dhe mendje madh. Dhe të largohet nga Allahu dhe të mos ta besoj dhe të mos ta adhuroj atë. Çdo herë në çdo kohë ka pas njerëz të cilët përmirësojnë të tjerët kur çrëditën. Dhe njerëzit e mirë e kanë këshilluar këtë person duke i thënë la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin, mos u mbur me atë që ki, sepse Allah nuk i don ata që të mburren me atë që kanë, të krenohen me atë që kanë. Wa bitaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, me atë që ta ka dhënë Allahu përpiqu me fitu botën tjetër. Në anën tjetër, wa la tansa nasibaka min ad-dunya, mos e harro hisën tënde në dunja. Po no, sepse dësh me i tu. Wa ahsin kama ahsan Allahu ilejk. Bahu i mirë pikrisht ashtu qësh Allahu u ba i mirë me ty. Dhe vë këshilla gjigante, këshilla shumë të mira për njerëzit meqëm dhe turtë. Me gjithat e ati që Allah ja ka drënu zemrën nuk shë. Dhe nuk mëndon. Dhe përgjigja e tij ndaj këtyre njerëzve të urdhët të mëshëm ishte qala inna ma utitu ala ilmin indi. Ju përgjigj aty duke i thënë jo, këtë që e kam fitu nga dija jam dhe gjinshmëria jam. E harroj Allahun si dhuruesi kësaj mirësie. Imam Kurtubiu thot, krejt mirësi që i kishte i ja atribuoj vetës së tij. Dhe duke e la shka kun kryesur vetën e ti. Unë e kun punu, kun fitu. Unë e kaj me që kun dit me më gjinë edhe me fitu edhe me ba pasuni. Ndërsa Allah është më meritori, pra e haraj Allahun Azza wa Jall. Dhe kjo është smundje e shumë njerëzve. Kur të fitojnë, thonë une. Kur të pasurohen, thonë mendja ime. Kur të arrijnë sukses, thojnë aftësia jam. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall në shumë ajete njerëzit i pyet kush ta dha zemrën, kush ta dha dëgjimin, kush ta dha shikimin. Nuk ka dyshim Allahu Azza wa Jall. Edhe pse i mëshëm, edhe pse i gjinshëm, edhe pse i sikur mos me kanë suksesi Allahut, ti s'ki ndor për gjë hiç. Dhe ai person me pasurinë që Allah ja kishte dhënë në vend se me u përul dhe me u bin ndaj Allahut dhe me zbatu detyrat që Allah ja kishte dhënë atij, ai e harroi Allahun dhe krejt ato që i kishte, veç unë i kam baktu. Dhe kjo është edhe kur e pan njerëzit këte, dhe Karuni dol para njerëzve duke u mburr me atë që e kishte, me zbukurime dhe stolit e ti, dul para njerëzve me veshjen e ti, dul para njerëzve me stolit e ti, dul para njerëzve me shërptorët e ti, dul para njerëzve me pasurinë që e kishte. Gjendja shumë njerëzve është kjo, kur e pon, thanë, sikur të kishim edhe na pasurinë që shka Karuni. Thanë, ja lejt lena mithle ma utje Karun. Sikur edhe na të ishim gjendjen e ti, sikur edhe na të ishim pasur që është i pasur Karuni. Pra kjo është gjendje e shumë njerëzve që kur e shohin pasurinë e tjerëve në rrjetet sociale, kanë qef dhe pretendojnë sikur të ishin në vendin e tyre me këtë pasuni duke menduar se pasunia e sjell lumturi. Ata i shohin fotografimet kur postohen, ndërsa nuk e shohin ankthën që njerëzit e kanë. Ata i shohin kerët kur postohen në rrjetet sociale, por nuk e shohin zbrastirat e zemrave që njerëzit i kanë. Ata i shohin dekorimet, zbukurimet, pasurinë që njerëzit e postojnë në rrjetet sociale, por nuk e shohin mërzinë që ata e kanë. Kur Allahu jap dikuj mirësi, lyp pe atij personi që ai me falënderu.
Dhe nga bujaria ti e madhe është që nëse falënderon veç t'i shton mirësit. Wala in shakartum la azidannakum. Nëse ju falënderoni, ne ju shtojmë. Ndërsa është legji e Allahut i pandryshuar. Nëse mohoni, atëherë dënimi i Zotit është i dhimbshëm. Dhe ky person në vend se të falënderoj, mohoj. Dhe sikur të falënderonte do të shtojë pasuria e tij. Mirë po mohoj Allahun, nuk e adhuroj dhe Zoti vendos atë që e ka listë e tij. E dënoi këtë person. Dhe dënimi i tij nuk ishte me ushtri, dënimi i tij nuk ishte me smundje, dënimi i tij nuk ishte me luftë, dënimi i tij erdhi vetëm me një urdhër, hiç më shumë. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Ne e fundosëm atë zbashku me krejt çka kishte. Ku me të pasuria, ku me të burja, ku me të krenaria, ku me të shërptorët, ku me të njerëzit, ku me të që deri këto momente mburrej me ta. E harrove Allah, mirë pa Allah vish një urdhën e jap, hiç më shumë. Edhe qysh jetë duke ekzistu, bëhesh inexistent. Së ekziston më. Sepse mjafton me thonë, veç bëhu aja bëhet në sekund. Dhe këti personi për shkak të arrogancës madhe i tha bëhu dhe ajo shkatru fundos me krejt ato që e kishte. Dhe për Allah në kjo nuk është zërë. Dhe Ibn Kathiri, rahmetullahi alaihi, kur fol për gjendjen e tij, thot Allahu këtë person e bëri shembull për çdo mendje madh. Arrogant, i vrasht, të cilët Allahu i jep dhe ai nuk e njeh Allah. Të ndërrohet vëllezër, tregimi për Karunën nuk është tregim thjesht për pasurinë, mirë po më shumë është tregim për zemrën. Sepse ka shumë prej njerëzve të cilët janë të pasur dhe janë banor xhenetit. Është Uthman ibn Affani, është Abdurrahman ibn Auf, është Talha ibn Ubaydillah. Këtë pasur ke xhenet li. Në anën tjetër ka shumë prej njerëzve të cilët janë fukara dhe zemrat e tyre i kanë të mbushura me mendjemasi. E kjo është e keqja dhe e rana. Sepse nuk është problemi atë që e ke në dorë. Me problemi është atë që e ke në zemër. Nëse e ke dynjan në dorë, aja të shërben ty. Ndërsa nëse e ke dynjan në zemër, ose haro aja të shkatëron ty. Elusim Allahun Azza wa Jall që këto tërgime që i sjellmi të përfitojmë prej tyne, sepse qëllimi i tyne është na me përfitu. Elusim Allahun për falje kur ne kemi mangësi të mëdha. Elusim Allahun për udhëzim, aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.